Terroristi që tronditi Norvegjin, por jo vetëm me aktet e tij të tmerrshme, Anders Breivik, ka botuar në internet përpara sulmeve të kryera ku humbën jetën të paktën 93 vet, manifestin e tij, ku një pjesë të mirë zon edhe shqiptarët. Këto pjesë janë botuar sot në gazeta shqiptare. Breivik ka hartuar një listë sipas tij me herojt evropian, të cilët kanë qenë atlet të krishterrimit dhe pjesë të kryqëzatave kundër muslimanëve. Gjergj Kastrioti, pjesëtar i kryqëzatave dhe heroi i shqiptarëve të krishterë, disa herë i referuar me emrin e tij islamik Skënderbeu, kështu Breivik e përshkruan heroin ton kombëtar. Terroristi norvegjez flet me përbuzje kundër perandorisë osmane që sipas tij ka pushtuar vendet e Ballkanit. Në manifestin e tij Breivik ka një qëndrim të qartë pro-serb dhe shpeshherë i referohet burimeve nacionaliste serbe për të dhënë shifrat e popullsisë shqiptare në Kosovë. Një nga burimet e tij është gjithashtu Wikipedia dhe arrin deri aty sa t'i quajë shqiptarët bashkëpunëtorë të nazizmit. Sipas tij, problematike janë dhe shqiptarët e Maqedonisë, të cilët janë terroristë që bashkëpunojnë me Al-Qaeden. Ai përmend gjithashtu rrezikun për atentate terroriste në Shqipëri kundër amerikanëve në vitin 1993. Të bën përshtypje që Breivik flet me përbuzje dhe me sens negativ për akte terroriste. Ndërkohë njeriu norvegjez njeh deportimin që Greqia i bëri çamëve. Vetëm pas luftës së dytë botërore, u deportuan rreth 25.000 çam nga Greqia në Shqipëri, thuhet në manifestin e tij. Ndërsa shqiptarët e sotëm ai përshkruan si anti-europian dhe sinjalizon kujdes kur i ndeshni, ata mund të duan t'ju grabisin. Terroristi diston edhe partitë që sipas tij janë jo islamike në Shqipëri, Partinë Demokristiane dhe Bashkimi për të Drejtat e Njerëzit. Anders Breivik në manifestin e tij ka theksuar se në veprimet e tij është nxitur që në vitin 1999, kur Norvegjia ju bashkangjit bombardimeve të NATO-s ndaj Serbisë. Në tekstin i cili është një kombinim i ditarit, udhëzimeve dhe bërjen e mjeteve plasëse dhe traktateve politike, autori thekson se kjo fushat ka qenë gabimisht e drejtuar kundër vëllezërve tanë serb, të cilët deshën të dëbojnë shqiptarët në Shqipëri.